Një zjarr përfshiu Kodërkrastën e Elbasan mesditën e së martës. Megjithë ndërhyrjen e menjëhershme të zjarrfikses të ndihmuara nga era dhe temperaturat e larta, flakët u përhapën me shpejtësi. 4 mjete zjarrfikse dhe rreth 20 efektiv vunën kontroll flakët pas rreth 2 orësh, ndërsa ende po punojnë për fikjen e zjarrit. E konsideruar mushkëria e gjelbër e Elbasanit vit pas viti, pyjet me pisha të Krastës po dëmtohen rënd nga zjarret e pothuajt çdo vere. Qindra pempishe janë djegur nga zjarret masive që kanë përfshirë Kodrën në juglindjet e Elbasanit në vitin 2017, 2019, 2020 dhe 2022. Fushatat e her pas hershme të pyllëzimeve nuk kanë mundur të rekuperojnë dëmin e shkaktuar nga zjarret. Shumica e zjarreve të identifikuara në Krastë e Elbasanit kanë qenë të qëllimshme, por nuk kanë munguar edhe rastet e pakujdesive për shkak të cigareve të ndezura apo qërinjve që shpeshherë besimtarët vendosin në tash të quajturin vendi i mirë në Kodërkrast.